A ke parë ndonjëherë të njëjtën ëndër përsëri dhe përsëri? Të biesh nga lart, të ndiqesh nga dikush, apo të zgjohesh me një ndjenjë të çuditshme që nuk të largohet. Shumica e njerëzve i harrojnë këto ëndra. Por çfarë nëse ato nuk janë rastësi? Çfarë nëse mendja jote ose diçka më e thellë po përpiqet të paralajmërojë? Psikologë si Carl Jung besonin se ëndrat janë mesazhe të fshehura nga pavetdia, ndërsa në shumë tradita shpirtërore ato konsiderohen si sinjale. Sot do të zbulosh kuptimin e disa prej ëndrave më të shpeshta. Dhe ajo që do të dëgjosh mund të ndryshojë mënyrën si e sheh veten. Një nga ëndrat më të zakonshme është kjo. Ti bie nga një ndërtesë, nga një shkëmbë, ose thjesht ndjen se po humb kontrollin. Dhe para se të prekësh tokën zgjohesh. Kjo ëndër shpesh lidhet me humbjen e kontrollit në jetën reale. Ndoshta diçka nuk po shkon siç ke planifikuar. Ndoshta ndihesh i pasigurt për të ardhmen. Por në nivel më të thellë, është një sinjal, një thirrje që të ndalosh dhe të reflektosh. Sepse ndonjëherë, kur ndihesh sikur po bie, është momenti kur duhet të ndryshosh drejtim. Një tjetër ëndër e zakonshme. Dikush po të ndjek. Ti vrapon. Përpiqesh të shpëtosh. Por ai është gjithmonë pas teje. Kjo nuk është thjesht frikë. Kjo është pavetdia jote që të ndjek. Diçka që po shmang. Një vendim. Një e vërtetë. Një emocion që nuk e ke përballuar. Sa më shumë që ikën, aq më shumë ajo të ndjek. Mesazhi nuk është koha për të ikur. Është koha për t'u përballur. Të fluturosh në ëndër. Është një nga përvojat më të fuqishme. Një ndjenjë lirie. Pa kufi. Pa frikë. Kjo ëndër shpesh lidhet me rritjen personale. Ti po çlirohesh nga diçka. Një situatë. Një mendim. Një kufizim. Por ka diçka më shumë. Është një shenjë që potenciali yt është më i madh nga sa mendon. Në ëndër përpiqesh të flasësh, por zëri nuk del. Kjo ndodh shpesh kur ndihesh i padëgjuar në jetën reale. Kur mendimet e tua mbahen brenda. Është një sinjal i qartë. Ti ke diçka për të thënë. Dhe është koha ta thuash. Të jesh i humbur në ëndër. Rrugë që nuk i njeh. Vende të paqarta. Kjo reflekton konfuzion në jetë. Por gjithashtu, është një fazë tranzicioni. Ti nuk je i humbur. Je duke kërkuar një drejtim të ri. Një nga më të çuditshme. Dhëmbët bien. Kjo lidhet me pasiguri. Frikë nga ndryshimi. Ose humbje kontrolli. Por në thelb, është një transformim. Diçka e vjetër po largohet. Të shohësh veten në të kaluarën. Njerëz që nuk janë më. Kjo nuk është rastësi. Është pavetdia që kërkon mbyllje. Diçka nuk është zgjidhur. Ëndrat nuk janë vetëm imazhe. Janë mesazhe. Nga mendja jote. Ose ndoshta nga diçka më e thellë. Ato nuk të trembin pa arsye. Ato të zgjojnë. Nëse po sheh shpesh të njëjtën ëndër, mos e injoro. Pyet veten. Çfarë po përpiqet të më tregoj? Sepse përgjigjja është tashmë brenda teje. Ndoshta kjo video nuk është rastësi që e pe sot. Ndoshta ishte një mesazh për ty. Nëse ke parë një nga këto ëndra, shkruaj në komente. E kam parë. Dhe le të zbulojmë së bashku çfarë po përpiqet të tregojë mendja jote. Ka një lloj ëndre që është më e fortë se të gjitha të tjerat. Ajo që përsëritet. E njëjta skenë. I njëjti ndjenjë.
I njëjti ankth natë pas nate. Në fillim mendon se është rastësi. Pastaj fillon të shqetësohesh. Pse po ndodh përsëri? Por e vërteta është kjo. Kur një ëndër përsëritet, ajo nuk është thjesht një kujtim i rastësishëm i trurit. Është një mesazh që nuk është dëgjuar ende. Pavetdia jote po përpiqet me çdo mënyrë të zgjojë. Ajo nuk flet me fjalë, por me imazhe, me ndjenja, me skena që nuk mund t'i injorosh. Dhe sa më shumë që e shtyn, aq më fort ajo kthehet. Derisa një ditë ti ndalon dhe e pyet veten: çfarë po përpiqet të më tregoj kjo ëndër? Dhe pikërisht aty fillon ndryshimi. Ka momente kur një ëndër duket ndryshe. Më e gjallë, më reale, më e thellë. Sikur nuk ishte thjesht në mendjen tënde, por sikur e përjetove vërtet. Njerëz që të flasin, vende që nuk i ke parë kurrë, ndjenja që të mbeten edhe pasi zgjohesh. Disa besojnë se këto janë vetëm procese të trurit, por të tjerë besojnë se këto janë mesazhe, momente kur mendja dhe shpirti janë më të hapur. Dhe ndonjëherë, ajo që sheh në ëndër është diçka që nuk e dëgjon dot kur je zgjuar. Prandaj disa ëndra të tronditin, jo për të trembur, por për të bërë të ndalosh dhe të reflektosh. Sepse ndoshta aty ka një të vërtetë që nuk e ke parë ende. Ndoshta ëndrat e tua nuk janë rastësi. Ndoshta ato nuk janë thjesht imazhe që zhduken në mëngjes. Ndoshta ato janë një pasqyrë. Një pasqyrë e asaj që ndjen, e asaj që shmang, e asaj që je duke u bërë. Dhe ndoshta arsyeja pse po i sheh kaq shpesh është sepse është koha të zgjohet diçka brenda teje. Jo vetëm nga gjumi, por nga mënyra si po jeton. Prandaj herën tjetër që sheh një ëndër, mos e harro, mos e injoro. Shkruaje, mendo për të, ndjeje, sepse ndonjëherë mesazhi që kërkon jashtë po të jepet brenda teje. Nëse ke parë një ëndër që nuk të largohet nga mendja, shkruaj në komente: e kam parë. Dhe le të zbulojmë së bashku çfarë po përpiqet të tregoj.